Bekr el-Muzani, rahimahullah, që është prej dietarëve të mëdhej gjeneratave të para të muslimanëve, e thot një fjalë interesante dhe ja përkujton besimtarit nimetet e mëdha që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot: "Men mithlaka ya ibn Adam", thot: "Kush është si ti, o biri i Ademit? Kush është si ti, o biri i Ademit? Khulliya bainaka wa baina al-ihrabi wa baina al-mihrabi wa baina al-ma", thot: "Je i lirë, e ke ujin dhe e ke mihrabin, vendin ku falesh. Kullama shi't", sa herë që ke dëshirë, thot: "Dakhalta ala Allahi azza wa jall, laysa bainaka wa bainahu tarjuman", thot Bekr el-Muzani. Kush është si ti, o biri i Ademit? E ke të lirë ujin dhe vendin ku falesh. Sa herë që dëshiron, thot, e lidh kontaktin mes teje dhe Allahut, duke mos pasur mes teje dhe ti përkthyes. Kush është pra si ti? Ku e ke pa këtë mirësi që çdo herë që dëshiron, pra, i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ke nevojë që të kesh përkthyes mes teje dhe mes tij.